Mbaj pesh tatuazhe. Mbaj pesh tatuazhe. E nisi ma me kjo që i ka kuj. Traktori lushke. Kush aja tje të dini është djali Skënder Gjyli. I kam qërë karnerë dhe të nëjnë ma. Muskull. Bravo Ciro! Personazh. Do më shtet për një qert edhe mjeshtër i madh, edhe sportist i madh, edhe deri i madh, edhe shok i madh. Baxa mpas. Edhe unë mendoj që mas Shkodrës tash shtorë kunat, themi ne Dibran, shtorë kunat rrush, keni radhë. Po ç'është ti? Me angazhim. Ky është i pari. Normal. Pa më çfarë fitoj si. Po si Keni një jetë. Faleminderit shumë familje shumë. I meriton qita vlera. Shumë të sija që jenë. Faleminderit, shumë personalizime. Po bravo si ka. Gjithashtu të ori sukses e aty me ekipin, e ori që çdo gjë më more mirë. Sigur ka pas tradit pasia. Besoj në durtu jashtë sigur. Pa fajka. Mundës kampion, trajner kampion. Është Një kompeticionet e Durrësit. Besim. është një kërsije morë që shofet këtë eveniment. Nësi që e shofet mirë me shnet, nësi për sukseset e ti që janë pa më hushme, si sportist, si trajner, edhe si përfashtus e Durrësit. Është i në rumë, është kërsije morë. Edhe komptaret. Edhe komptaret. Presi i ri ose i dytë i mundjes, ne
sot do të nderojmë një sportist, një mundës të presit të dy, pra mas veteranëve, Amarindo Borici. Me mundësit e rinj më të mirë të ekipit të mundës Ilir Vllaznia, kam bërë puntar me 3 të vitit 1990, me përfaqësim vizitor në kampionatin e mundës të Italisë. Pra një në mundët më të mirë aktual të Vllaznisë. Ju urojmë shëndet dhe suksese, dhe ndaj këtë plakat, do t'im tema, kurse unë do t'i daj të dalin e mundës qytare, Amarindo. Tak, zonë të në nërësh gjithmonë, unë me suksese. Sa e një alija të përgjërbohë. Vorrei successe, atëherë edhe një vijim do të ndërojmë edhe me titull të mundës shqiptare zotin Lesbi Grama me motivacionin për kontributin e parë në vite për mundës shkodrane dhe mundës shqiptare. Këtu si disa vete të mbrejë në kampionatët e Republikës në vitet 1981 deri në 1991. Si të së në të rrëgë në 1989, kam bërë kontar në 1991, Altaj i vitit kontar të mundës klasike dhe Altaj i kërësisë së shëgjatës mundës shqiptare, njënër mbështetësit dhe sponsorzuzit më të mëdhej të aktivitetet të mundës shqiptare dhe veçarisht të Shkodrës. Kurime, e ndan medaljen, Ilyas Guri, Birës Rima. Wat meer familie, dit zijn ook functies non c'è che la smetta da cambiare, successo Unë e një të gjithë, të në gazetarë që në kam ima për mundjes, pak me qenë shkollën, për një provën e të tjerë, ne që qëgjatë kemi nënduar që ta vlerësojmë me një mirënjohje të veçantë speciale në një që do ta ndaj kryetari i Këshillit Bashkiak të Bashkisë së Shkodrës. Falenderoj për njerin ceremoni, për dhënien e ekipit të dërguar në shtatë, jetë do të ketë Marko me motivacionin për pasurimin dhe përkushtimin e ditës së aktivitetit të punës, rezultateve të fituara në vitin e 2020. Njësi shumë e veçantë që marrë të vlerësim në Shoqata Veteranëve të Mundës, në Federata Shqiptare e Mundës, për vetë faktin se kam vite që kontribuoj për sportin shkodran dhe atë që kanë në përgjithësi, por kryesisht për sportin e Mundës. Aty ku e kanë nisur edhe unë me ekipin e trive, me trajner Sulli Ramen, por me tepër duke ndjekur edhe tragjitjen e ekipit e madh Pali Marku. Ajo me bëri me tepër që kanë ndjek prej së afërmi sportin e Mundës dhe të gjithë popullosat që janë sot prezent në këtë takim festiv që i dedikohet e koles listit dhe rastin përvojtohet e këtindës, janë personazhe që unë i ka paluar në mikrofon apo në gazetë. Suksese, faleminderit Kolindema, faleminderit Buaku, faleminderit kryetarit të Këshillit Bashkiak Odion Luli, që ato që nuk e din, është që ish kampion dhe ish rekordmen i atletikës, ku rekordi ti në atletik u thye përpara 3 javësh në Greqi pas 26 vitësh. What does this do?